Falënderimet i takojnë Allahut të lartë madhruar. Atë e falenderojmë, atë e madhrojmë, për i ti falje, udhëzim dhe ndihmë kërkojmë. Mëshira e Zotit qoftë mbi të dashurin e zemrave tona, vullën e të gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata cilët pasojnë dhe e ndjekin rrugën e tij deri në ditën kur të dalim para madhrisë së Allahut azza wa jall. Të nderuar besimtarë, njeriu nuk mund të arrijë shkallën e devotshmërisë nëse nuk i respekton, nëse nuk i madhron ata gjëra që Allahu i ka madhruar dhe i ka dalluar dhe i ka veçuar. Allahu thot në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u, wa man yu'azzim sha'airillah fa huwa min taqwa al-qulub." Ai i cili i madhron atë që ka madhruar Allahu azza wa jall, kjo është shej se ti i përkushtohesh Zotit. Është shej pe njerëzve të devotshëm që i përkushtohesh urdhrave të Allahut azza wa jall. Gjithashtu thot Allahu subhana: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyra." Allahu është ai i cili krijon çka të don dhe zgjedhen çka të don. Allahu i lartë madhruar me urtësinë e tij ka veçuar ditë, ka veçuar muaj. Dita më mirë e javës është dita xhumë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar disa muaj që janë të njohur për besimtarët, që janë të përmendur në Kur'an. Ne vëllezër të dashur, kemi filluar një muaj të ri sipas kalendarit hijri. Ai është muaji Shaban, që pak ditë neve në ndanë nga muaji më i dashur, muaji më madhështor i vitit, muaji Ramazanit. Muaji Shaban nuk është prej muajve të shejt, por është prej muajve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar rëndësi të veçantë këtij muaji dhe ka agjëruar shumë në këtë muaj. Kanë ardhur hadithet shumëta për vlerën, për rëndësinë e muajit Shaban. Pra ka agjëruar shumë sa që se ka prishta në kohën. Por ka dhe hadithet të tjera. Dhe kur u shpyt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Usame ibn Zeidi radiallahu anhu, që përse po agjëron ka shumë ja Rasulullah, ka thënë ai dashur i Zotit sallallahu alaihi wasallam: "Huwa shahrun turfa'u al-a'malu ila rabbi fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im." Është një muaj ku veprat ngriten tek Allahu xhallahu ala. Dhe unë kam dëshirë që veprat e mia kur ngriten tek Zoti, e unë duke qenë agjërueshëm. Veprat ngriten tek Allahu i lartë madhruar në tri forma: ditore, që veprat që ke punu natën ngriten ditën, veprat që ke punu ditën ngriten natën, gjithashtu veprat që janë javore, çdo të hanë edhe tejte, për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i shpyt se pse po ja xhiron, se i ka xhiruar çdo të hanë edhe tejte, sepse ngriten veprat tek Allahu azza wa jall. Edhe veprat që janë vjetore, raporti vjetor është muajin Shaban. Është muajin Shaban. Ngritet raporti i përmbledhur, ajo se çfarë ke punu dhe ke vepru në tokën e Allahut azza wa jall. Allahu thot Kur'an: "Wa inna alaykum lahafidhun." Ne për juve ka ruajtës. Janë të shënuar çdo san. Ose ai tjetër kuranor ku ata që kanë punu keq në dunja, ata që s'e kanë kuptuar jetën e dunjas, ata që kanë bërë krime në dunja, trishtuar dhe të mërzitun, do t'i thonë këto fjalë: "Wa wudi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا." Pra kur të vendoset libri, kur të vendosen punët, dhe kur të shohin njerëzit veprat punët e veta, do të thojnë ata që kanë punu keq, të trishtuar dhe të mërzitur, se çka qenë ka puna e këtij libri, s'pas ka lanë send pa shënu, punë më të imta do t'i ketë para vetes. Medito vllai dashur, kur dilsh para Allahut azza wa jall, do të vjen një moment të dhon
Nuk kemi kam i ik fundit. Nuk kemi kam i ik daljes para Allahut Azza wa Jall. Para mendoj këtë moment ti si keme një veten, si e një robin këtë moment veten dhe çka ka dëshirë me pa para vetes në librin e vet. E runa Zot ata vepra që janë shënu, çdo vepër e vogël, runa Zot me bëmë në u publiku, që s'kene dëshirë kush më nej dit. Sepse ndodh edhe kështu. Allahu ka me afru robin afër vetes. Dhe ka me ja kujtu, atë kujtohet kjo vepër që i punove në këtë vend. Ishe i vetem. S'ka pas kush. Edhe i mërzitun robi dëshpruar, do të poja Arab. Por Allahu ka mi thanë nga mshira ati, nga rahmeti i ti, se tertu ka alejke fit dunja. Ti ka mbulu në ty në dunja, pa ti mbuloj edhe sot. Por runa Zot më ndodh që dikull më publiku, ai i cili ka bë krimet më dhaja, ai i cili ka bë fesat të madh, ai i cili ka bë zullum tokën e Zotit shumë. Allahu na ruaj. Pra te kuptimi i jetës të dunjas është shumë më rëndësiu i vëllezër të dashur. Allahu i lartë madhruar nga mshira për rahmeti vet, ka veçu muj, ka veçu dit besimtari me keni kujdesshëm me fitu shumë. Për shembull ne jemi në muajin Shaaban. Thotë njëri nga të parë Abu Bakr al-Bukhari, muajin që ne kemi kaluar ishte muaji Rexhep, sipas kalendarit islam. Muaji Rexhep është muaji i mbjelljes. I hedhjes së farës në tokë. Muaji Shaaban është muaji i ujitjes. Ndërsa muaji Ramazan është muaji i vjeljes së bereqetit. Andaj vëllezër të dashur, mundohemi ne prej tash që ta mësojmë organizmin ton e me agjerim do një ditë në këtë muaj që ngritet raporti atë, e s'ka më mirë se mund ngritet raporti atë, e ti duke kënë agjerueshëm. Mundohemi ta mësojmë pak trupin ton me në ditë agjerim. Mundohemi për që t'jemi të gatshëm, sepse neve po na vjen një muaj që njerëzit po ta kuptonin mirë rëndësinë, vlerën e madhe, do të kishin pas dëshirë tanë koha tjetë Ramazan, jo një muaj, por tanë koha. Për te ka qenë edhe tradit e gjeneratës ma hershme, tanë kohën e kanë kalu Ramazan. Hadithi i njohur, 6 muaj ditë pas Ramazanit e 6 muaj ditë para Ramazanit, bëjshin lutje dhe dua, o Allah, na mundëso të arrim Ramazanin. Sepse shpërblimi është i madh. Andaj ne duhet të kemi program o vëllezër të dashur për muajin që po na vjen. Ta presim me gëzim të madh. Të kemi plan dhe program se çka do na me arrit në Ramazan. Ajo që kemi synim çdo njani prej nesh është kënaqësinë Allahu xhalla wala. Parulla besimtarit në Ramazan gjithmonë duhet jetë wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Dhe unë nxitova të ky Zoti jam për me fitu kënaqësinë e Zotit tem. Një njërën transmetohet nga kohët e para, ma hershme i thot disa fjalë, thot më ka marr malli për vdekje, t'ishte e mundshme mu ble do ta blesha. I thot një prej pranishmëve që e ndëgjon këtë fjalë, a je e përgatitur ti për vdekje? A je e përgatitur ti për me dal para Allahut Azza wa Jall? Thot jo, un kam mangësina, por dashurinë e madhe që e kam për Allahun Azza wa Jall, kam bindje se Allahu më ka më falë dhe ka më mëshiru. Ka jetë o ju vëllezër, është e lodhshme. Fillimi i kësaj fillon me çarje kur del, me çamje kur del prej dunjajet. Mesi është lodhje e kësaj dunjaje, por fundi është largimi çdo njeri prej nesh. E çka bën me vete? Me vete e bani këtë namaz të kësaj dite të veçantë. Me vete bajërten punë të mira që i ke punu. Ndonjë agjerim, ndonjë vepër sadaka që ti ke ndihmu, sa ke pas ymër këtë tokë të Allahut Azza wa Jall. Ata do të na shoqërojnë neve gjithmonë në frymën e fundit, e do të jenë me ty kur dish para Allahut Azza wa Jall. Allahu inshallah na mundson që me arrit muajin me madhështor, muajin ku besimtarët bëjnë garën te muajin e Ramazanit. Allahu inshallah na zgjat ymrin, na mundson të arrijmë Ramazanin e me përfitu sa më shumë pe muajit të Ramazanit. Allahu na nxjerr nga kjo dunja faqebardh, ai duke qenë i kënaqur me neve. Lusë Zotin e madh për falje, për vete, për juve, për krejt besimtarët, kudo që gjenden në botë, dhe lutja fundit e jona është Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.